Na ishte dikur, sjell Barsaletën Gozhda e Nastradinit. Nastradini vuri një njoftim në rrugë sheshe se kishte ndërmend të shiste shtëpinë e tij, por kushdo që vinte e interesoi, përpallej me një kusht të pazakontë. Gozhda që kishte lënë të ngulur në njërin nga dhomat, duhej të mbetej pronë e tij dhe të mos hiqej kurrë, njëri nga blerësit, të cilit shtëpia i pëlqeu dhe çmimi ju duki favorshëm, e pranoi pa u menduar këtë kusht të çuditshëm. As që i shkoi ndërmend këllimi i fshehtë i Nastradinbeut. Disa ditë pas shitjes së shtëpisë, Nastradini trokiti në derën e ish shtëpisë së tij. Kur e pa, pronari i ri e pyeti me mirësjellje: "Ha, Nastradinbej, çfarë të mirët ka sjell? Kam ardhur të sigurohem që Gozhda ime është mirë me shëndet," u përgjigj ai. Kjo arsye ju duk bajate pronarit të ri, por gjithsesi e ftoi brenda. Gratë e shtëpisë që rasën me ç'të kishin, i dhanë për të ngrënë, dhe i zoti i shtëpisë i bëri muhabet, duke pritur që pas dreke, Nastradini të ngrihej e të largohej. Por jo, Nastradini shkoi drejt e poshtë Gozhdës së ngulur në mur, shtriu pallton për tokë dhe ushtri sa gjerë gjatë për të fjetur. I acaruar, pronari i ri e pyeti: "Çfarë ke ndërmend të bësh, zotrote?" "Dua të fle pak nën hijen e Gozhdës sime të dashur," tha Nastradini. Mbylli syt dhe ra në gjumë të thellë. Që nga ajo ditë, ai vinte çdo drek, hante e pinte me familjen dhe flinte nën Gozhdën e tij. I ndjeri ngushtë dhe pas zgjidhje, pronari i ri mori plaçkat dhe ja la shtëpinë Nastradinit, që atëherë u përhap shprehja: si Gozhda e Nastradinit, përkëdo që, me pretendime të kota, kërkon të vërë dorë mbi diçka të shtrenjtë. Për kthimin e shqip, Elmas Fida. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.